Mos harrojmë se mas 45-s, mas luftës së dytë botërore, ishte një leksion i madh që mori njerëzimi, që mori nga totalitarizmat. Dhe totalitarizmat, po t'i shikosh, nuk mund të shifen vetëm nga njëri krah, nga Transimaku vetëm. Mund të shifen edhe nga ana e Platonit. Në kuptimin se Platoni ideja e Platonit është që bota e vërtet nuk është këtu tek ne, në shpellën që thot, njerëzit janë në një shpellë, thot, edhe realiteti që shohin nuk janë tjetër veç se hijet e një zjarri që ndizet nga mbrapa dhe është e famshme shpella e Platonit, po. Shpella e Platonit. Dhe që duhet dalin në dritë, do të dalin të gjejnë të vërtetën, të gjejnë diellin, apo jo, dhe pastaj ata që dalin vinë dhe ju thonë këtyre që janë brenda që shikoni se ju e keni gabim. Po e vërteta është diku tjetër dhe ai kishte planetin Uran si të vërtetë. Ndërkohë që pra aty ishin gjitha idetë e pastra dhe ideali që duhet shkojmë, si më thënë. Eternale, të pashdukshme. Nietzsche ka qytë Platonin, ose më mirë them, krishtërimin Nietzsche e quan si platonizmi i shpjeguar për njerëz të thjeshtë, sepse atë planeti Uran e gjitha idetë e zëvendësoi Zoti. Dhe pra ideja e një të vërtete që e zëtëron dikush, bëhet pastaj që të tjerët të ekskludohen, të përjashtohen. Dhe këtu pra ata dy totalitarizmat e famshëm që na erdhën ne, që shkatruan tragjedinë, janë pikërisht sepse erdhën disa forca që thanë ne e kemi të vërtetën në dorë, ne e kemi zgjidhur, dhe gjitha të tjerat janë gabime. Dhe duke udhëhequr në këtë drejtim, si thotë Jasper, që i thotë Jasper, se tragjedia fillon kur të dy palët njësohen me të vërtetën. Pra, ky platonizmi në kuptimin e një të vërtete që e kap dikush dhe thotë kjo është e vërteta, ka shkaktuar shumë drama njerëzore dhe luftrat fetare janë bazuar mbi këtë. Pra, nuk është aq e thjeshtë gjëja. Nga ana tjetër, Transimaku përfaqëson atë ka një të vërtetë dhe Transimaku, se nëse do ta hedhim idenë e një planeti Uran. Se duket sikur se po akuzojmë Transimakun, në fakt jo. Jo, duhet ta kuptojmë dhe çfarë i mbetet Transimaku dhe çfarë i mbetet që nuk i qëndron Transimaku. Po e bëjmë pak teori tani. Po, absolutisht. Mendimi im është ky që dhe besoj se pikë ky që është Nietzsche që Nietzsche thot s'ka të vërteta, thot vërtetat i ndërtojmë ne, thot. Është vullneti për pushtet që na bën ne të ndërtojmë narrativa dhe t'i paraqisim si të vërteta. Pra ato që i qisim si të vërteta, këtu mund të hymë dhe fet, janë thjesht narrativa që ne ndërtojmë nga vullneti për pushtet dhe për t'i imponuar pastaj si të vërteta. Dhe pra këtu vim ke Transimaku, po tek një vullnet për pushtet, apo fuqi, apo jo, që merr një maskë, historia, domethënë narrativat që ndërtojmë, që e ka dhe Harari i famshëm, që thotë, njerëzimi dallohet nga ndërtimi narrativave, që i bashkon dhe i bën fuqishëm ata se bashkohen mbi një narrativ. Mirë po, ky bashkimi drejt një narrative të vetme, ka tregu dhe limitës i stash, dhe komunizmi që i narrativ, dhe fashizmi që i narrativ, edhe tha kjo është e vërteta. Atëhere, mbas luftës dytë botërore, po themi, dhe më herët, njerëzimi ka kuptuar që prit, se ne edhe gabojmë. Edhe këtu nëse do të përmend një filozof i cili bën një lloj sinteze të tyre, është Karl Popper, pikërisht. Ai flet për gabimin, gabimi dhe korrigjimi i gabimit. Pra, duhet jemi të hapur për tjetrin që mendon ndryshe, për një të vërtet tjetër,
dhe ajo ideja e shoqëria e hapur në fakt vendim këtë ka në thelbin e vet, që është dhe tjetri që ka të vërtetë dhe të vërtetat janë si më thonë janë rezultati i ndërshkëmbimit të bisedave, intersubjektivitetit, i dialogut. Po. Pra, aty shkojmë tek e vërteta. Të gjitha, se Nietzsche thotë s'ka fakte ka interpretime. Të gjitha janë interpretime, po pikërisht interpretimet e ndryshme na afrojnë më shumë tek e vërteta, gjithmonë duke patur parasysh që edhe gabojmë. Dhe e vërteta është një gjë që s'është e ngrirë, është një gjë që kërkohet vazhdimisht. Të paktën kjo është një vizion për botën demokratik sipas meje. Se pastaj, në qoftë se do të themi që e kemi të vërtetën dhe hajdeni të gjithë tek e vërteta, atëherë vim prap tek totalitarizmi. Pra totalitarizmi këtu ka kuptim në vet. Totalitarizmi u ngrit kundër demokracisë, duke qenë të dëmshme demokracinë, sepse demokracia nuk realizon gjë. Hitleri ka shkruar hapur në librin e tij Mein Kampf, që është e kohët me vonohem me debate parlamentare, me këto, me njërën tjetër, me interesa. Duhet një e vërtet që të na bashkojë dhe të na çojë atje ku është qëllimi. Edhe komunizmi thoshte kemi gjetur ne të vërtetën që do shkohet. Këtu është çështja. Pra, vullneti për pushtet që thot Trasimaku ose ligji më të fortit, po çka kuptoj me më të fortin lind pastaj pyetja. Çfarë do më i forti fizikisht apo çfarë? Apo jo ligji më të fortit, por dialogu i interesave të ndryshme, i palëve të ndryshme, që pastaj nuk është më ligji